Vuani nga rënja e flokëve, hani këto ushqime dhe do na falenderoni. Nëse vëreni se flokët tuaj po ju bien gjithnjë më shumë dhe keni provuar preparate të ndryshme, ndoshta ka ardhur koha t'i drejtoheni zgjedhjeve shtëpiake. Arrat janë një nga ushqimet më të shëndetshme që mund të gjeni. Arrat mund të ndihmojnë në parandalimin e rënjes së flokëve. Peshk me vaj. Salmoni dhe peshq të tjerë yndyror janë të pasur me acide yndyrore omega-3, vitamin D dhe proteina, dhe këto janë lëndë ushqyese të rëndësishme për flok të shëndetshëm. Vezët, pavarësisht nëse i hani për mëngjes ose i vendosni në një sallatë kur gatuhen, vezët mund të jenë një shtesë shkëlqyer në dietën tuaj për të parandaluar rënjen e flokëve. Paprika, një tjetër lëndë ushqyese kryesore që mund të ndihmojë në rënjen e flokëve është vitamina C, dhe një studim zbuloi se gratë me flok të hollë zgjidhin këtë problem pasi morën tableta të vitaminës C. Dhe gjithashtu specat rekomandohen veçanërisht për këtë vitaminë.